Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, Prizreni merr një frym tjetër, një ndjenjë qetësie, solidariteti dhe përkushtimi që ndihet në çdo hap. Mirë se erdhët përsëri në qytetin e trashëgimisë kulturore, në qytetin e Prizrenit. Jemi në vendin ku gjendet topi i cili paralajmërua në të kaluarën ardhjën e kohës së iftarit. Nga ky top në të kaluarën janë hudhur gjithmonë gjyle të ndryshme për të paralajmëruar që ardha e iftarit apo koha e iftarit, pasi kanë agjëruar besimtarët, është paralajmëruar në qytetin e Prizrenit dhe më gjerë, duke u dëgjuar deri pothuajse afër qytetit të Gjakovës gjithmonë zhurma e paralajmërimit. Dhe më pasaj ka filluar koha e iftarit me sinjalizimin edhe të muezinëve të ndryshëm në qytetin e Prizrenit, ku i kanë lajmëruar të gjithë besimtarët që tani më është futur koha që lejohet ngrënia, pirja dhe niyet normale për besimtarët e besimit islam. Në ditët e sodit, topi më nuk hudh gjyle, por simbolik e bërë nga vetë Këshilli i Bashkisë Islame në qytetin e Prizrenit është hudhja e fishek zjarreve për çdo natë të muajit të bekuar të Ramazanit, një simbolik e cila le me kuptuar që nuk është harruar tradita e së kaluarës. Traditat ruhen me dashuri, sofrat përgatiten me kujdes, e zemrat hapen për mirësi e reflektim. Muaji i bekuar i Ramazanit, qytetin e Prizrenit, sigurisht e gjeje në momentet më të lumtura të gjithë qytetarëve, dhe qytetarët fillimisht para se me ardhë muaji i bekuar i Ramazanit ju paraprin edhe 2 muaj të tjerë, të cilët besimtarët më të devotshëm e agjerojnë ditën e hanë dhe ditën e ejte. Një ditë e muajit të bekuar të Ramazanit fillon fillimisht me një qetësi shpirtërore, me një qetësi mendore, fillon me një lumturi shpirtërore, sepse synimi i vetë besimtarëve të qytetit edhe më gjerë është se po arrin një muaj në të cilin Zoti ka me i fal, një muaj në të cilin njëri tjetrin kanë me fal, një muaj në të cilin më shumë se çdo muaj tjetër ka me mbizotruar rahatia dhe paqja shpirtërore. Dita fillon fillimisht me ardhen e syfyrit, ushqimet e preferuara të tyre zgjidhen në tavolinë dhe dita fillon pak më ndryshe se ditëve tjera, për arsye se qytetarët veçanërisht që janë zgjuar syfyr për me hangër ushqimin dhe sigurisht lokalet e fillojnë ditën kryesisht tekstile, gjona të ndryshme, e fillojnë ditën në orët pak më të vona, diku rreth orës 11-12 e fillojnë ditën e punës. Të gjithë besimtarët njëri tjetrin e këmbejnë me urimet e tyre dhe urimet kryesisht janë të kësaj natyre, për hajna qoftë Ramazani dhe Zoti na e pranoft këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe pikërisht gjatë këtij muaji si çdo lutje dhe si çdo adhurim tjetër i muslimanëve që bëhet, është edhe ibadeti dhe adhurimi duke ju shpërndarë dhe të varfëve. Pikë tjetër është se besimtarët këmbejnë edhe njëri tjetrit iftarët e ndryshme kur vjen para se me ardhë iftari. Për shembull, në sofrat e tyre ftohen miqt, dashamirët, ftohen dajallarët, mixhallarët, tezët e kështu me rend dhe anasjelltas edhe ata të ftuarit në kthe ndryshme. Është edhe një karakteristike e veçantë përpara se me arrit koha e iftarit, këmbejnë edhe ushqime të ndryshme. Nëse ndonjë familje ka bon këtë rast ndonjë flinja ose ndonjë pite ose ndonjë kësaj natyre, sidomos ushqime tradicionale, ja dërgon një familjes tjetër dhe ajo familja tjetër përsëri ushqimet e vet familjes ja jep familjes paraprake dhe në këtë formë krijohet një mirësi dhe një dashuri ndërmjet të gjithëve. Karakteristikë e veçantë e ushqimeve janë edhe furrat e qytetit. Furrat e qytetit e kanë një sistem të jashtëzakonshëm të cilat bëjnë pitajkat e preferume apo simitët e tyre të preferume në qytetin e Prizrenit dhe bëhen radhë të gjata
para furave për të marrë ushqimet e tyre të preferume. Është interesant se deri vitet e fundit kemi pas rast kur është fut muaj bekumi Ramazanit në përfura apo në për ushqimet e preferume, jo që kanë pritë rend vetëm muslimanët për me marrë ushqimet e tyre, po kanë pritë rend edhe komunitetet krishtere, qofshin katolike ose ortodokse, kanë pritë bashkë me muslimanët rend për me marrë ushqimet e tyre të preferume. Para kohës së iftarit, kur vije koha e iftarit, është interesant se shumica dyqaneve janë të mbyllura, pothuajse janë të mbyllura të gjitha, veçanërisht kafenet e ndryshme, e më pastaj domethënë edhe dyqane tjera të tekstilit dhe qyteti në tërësi zbrazët, në 99% zbrazët qyteti i Prizrenit, mirë po përveç fëmijëve të cilët qëndrojnë në rrugë. Fëmijët kanë me nejtë në rrugë vazhdimisht dhe në të gjitha sokaqet e qytetit, ata kanë me lozë deri në momentin kur dhezën kandilat. Prizreni dallohet për tamlorizin apo për sytljashin, dallohet për bakllavat e ndryshme dhe dallohet për revanit edhe për gjona të ndryshme dhe shumica e kafeneve deri në kohën e syfyrit rrinë hapur duke i pyetur mysafirët e ndryshëm për gjithë trojeve që vinë edhe fillon bëhet një korxo. Nuk ka në qytetin e Prizrenit asnjë iftar i cili nuk ka bukët tradicionale të pjekura me dru, pa aditiv, edhe të këndshme, edhe të lezetshme, jashtëzakonisht shumë në momentin kur hapet iftari. Dhe jemi në mesin e aty në furrave ku bëjnë bukët fiks tradicionale sikur para 100 vjetëve. A u lodhe? A më jep një 2 bukë? Në këtë periudhë, qyteti nuk është vetëm një vend, por një përjetim shpirtëror, ku besimi, kultura dhe bashkësia ndërthuren në harmoni të rrallë. Atëherë bukën e blejtëm, edhe ëmbëlsirat i blejtëm, tash vetëm jemi duke shku me hongër iftar. E neve, edhe juve, edhe të gjithë të leshikuzve, vetëm na boft mirë. Mos harroni me fillu me bismillah, çdo gjë e bukur fillon këtë formë. Zoti ju rujt, e Allah i kabulli o boft.